Do më gjosh 2 minuta? 2 minuta pra jepi. Më le të shprehem. Jepi. Kur nuk e di si është ngjarja, nuk jap dot shpjegim. Edhe kjo, mas asaj psikologjisë si me që jam me psikologe, kam ndodhur për ndonjë femër që janë aty. Jo, pra kam bu për çmime si javë tjetër është finale, o Lali. Për 100.000 euro. Tash ti, me që i kam më përshim që po thotë ti, me që po ma thotë ti. Shive konvështrim sociologjik, jo psikologjik. Po mirë ta kthejun përgjigjen. Kaloj si edhe sociolog apo jo? Pa a i diti, pa ma thotë mua. Është rivaliteti. Rivalitet. Për lek. Bravo. Me që është në fushën e ekonomisë. Unë jam e gjithashme, tash herë, kaq kisha. Po për sa i përket se unë e shoh pak në një prizëm tjetër, të politik. Po pra më flit, politik. Dje është hap edhe fushata e Partisë Socialiste. Po jam e politikës, kam marrë shkollë për politikë. Për politikë. Vazhdo. Tani, a mos ndoshta kjo është bërë me skenar që të rreqë vëmendjen që mos të ndjekin fushatën e Edi Ramës? Të lutem. Jepi tani. Tash do mlesh mund të shprehem. Okej, 2 minuta tjera. Kjo nuk ka lidhje fare me fushatën e Edi Ramës, kjo është mrena Big Brotherit. Po njerëzit janë jashtë, shohin edhe Big Brotherin edhe fushatën e Partisë Socialiste. Dhe njerëzit tani orientuan gjithë ke një psikologe, po flet me një diplomate që kam qenë, po i kam gjitha, i kam. Tashti, nuk ka lidhje për mu, nuk ka lidhje me atë për vota. Nuk ka lidhje. Po në geopolitik, se edhe vetë Trumpi ka reaguar. Po në geopolitik. Edhe vetë Trumpi ka reaguar për të ngjarje të pa precedent. Për mu nuk është ngjarje e madhe. Më le të flas. Nuk është ngjarje e madhe se kam pa dhe ngjarje më të tmerrshme. Kjo nuk është gjë fare, kjo për mua është një lojë. Edhe është bë me që është e konkurenca lekëve, është bë punë për lekësh. Edhe e them, ma psikologjisë time, këtu duhet ke qenë dhe një femër patjetër mren. Femra është ajo që fut të shejtanin shishe. Për mua është kjo, për mua. Tashi nuk është konkurencë për politikën, se politika nuk ka lidhje fare me Big Brother. Por s'ka lidhje ka njerëzit, nese. Do të kalojmë një pikë tjetër. Ti lali vetë për lek. Po të lutem, po, për mua nuk është kjo, është kjo. Për lek ti të pranosh të hash një shpull për 100 euro. Lali, më fal dhe një sekond. Për mua nuk është kjo për politikën, është mes Big Brother për ndonjë femër. Për ndonjë femër, ka i femër aty në mes, ë? Patjetër. Është një ona aty që i bën atë. Ashtu, dhe do dali kjo konkurenca mes lekëve. Tashi më thuj këtë tjetrën. Vetë ti do pranosh të haj një shpull për 100.000 lekë? Unë e kam bërë jetën... Dignitet, ke dignitet. Po, të flas pra, unë e kam bërë jetën me dignitet, edhe kur kam dashuruar, nuk e kam fut lekun mes. Mes, asje, po fut lekun mes? Jo, kush e fut lekun mes, për mua është... Sa minuta? Nuk e di jetën. Unë kuptoj jetën pa lek në mes. Unë e du... Ate që du fukara, po jo me lekun, nuk kam sinu asjer lekun. Asjer lekun? Asjer. A pritet që të ndodhë një luftë e tretë botërore me këtë që ndodhë me disgjestit? Tashi po. Me disgjestit dhe Jozit? Tashi luftë e tretë botërore si sa, i themi në italisht, nuk i djetë. Nuk di gjo, nuk ke fare informacion? Lali, prane kjo... Me ato që kenë... Shikon. Purimet tuja... Për qinë më luft me qinë, se s'po të kuptoj, luft e tretë botërore të kush. Gjithë botëve luft botërore, që ke fjalla botë. Ta shi mes Rusis dhe Ukrajinës? Jo me Gjesi dhe Jozi. O dhe ma ta mbyllin për sondoj këtë ashti. Këto të dy, unë nuk i njo, po them një nga ana ime. Ato e di si e kam punën. Se unë po nuk e pash, po nuk qesh në thellësi të veprimit, nuk jap do shpjegim. Ato e din historinë e vetë. Dhe pa tjetër ka një femër mes. Është femër, pa diskutim, nuk është vetëm çështje leku. Jo, nuk është vetëm çështje leku. Është çështje për mua, më fal. Për mua është çështje konkurrence. Konkurrence për femër. Po për femër, se gjatë jetës time se kam qenë në Itali mes femrave, kam bërë jetë të qefi me pak fjalë. Jo, unë i them dhe kam thonë. Le t'jem live, se unë janë shumë e thjesht dhe sinqert. Femra, këtu është pa tjetër një femër. Femër, ha? Femër me femër. Kjo është. Ka që? Nuk ka lidhe, për ligu i ngatron më shumë njerëzit e për femër. Kush i ngatron? Shiko, unë
kam shëtit dhe Evropën dhe nuk kam synu lekun, me punën time kam gjerë lekun, po nuk e kam bo jetën për lek, e kam bo jetën për jetë, kam punu, kam jetu me dersën time. Jo, jetën që kam bo unë jam shumë e lumtur. Të thash, kam një vota në Itali, 1.32, 1.31, në Itali isha 13 vjetë, po leku se kam bo asjerë mes. Kam bo jetën time për qef, kam shiu jetën, jam shumë e leku se kam bo asjerë mes. Lekun, unë jam e mjaftush me atë që kam. Kaq. Kjo është konkurrencë, pa tjetër mes femrave 100%, pse unë kam 20 vjetë karrierë që e njoh femrat, edhe në Itali ka ndodhë kjo. Kjo që ndodhi këtu të neve. Kjo me jozin e te, Po, ka ndodhë, si ky rasin gjashëm, dhe femrat kanë qenë mes. Femrat. Po politikë, janë femrat mes të që nga trojnë gjona të që... Te kjo Big Brotheri? Jo, për politikë në Më falë, te Big Brotheri e more për qyshe? E morë, po, e shumë i qartë. Janë femrat që ka shti nga tres këto të dy. Po, ato janë. Pa tjetër. Kurse për politikë... Po femrat kanë interes ke legu, apo jo? Jo. Është edhe punë dashurie, punë panxarje? Punë dashurie dhe punë xhelozie këtu në mes. Nuk ka lidhje fare, Mas asaj time, sa po më pyet më. Po ty më lënë veç shumë. Është punë femra hynë ku është dashuria mes mashkullit dhe xhelozia. Këtu është një konkurrencë. Për mo. Nuk ka ty leku fare për mo këto. Kaq kisha. Tash qa dishe me thonë se harrova. Atë pyetjen tjetër se harrova. Pyetjen tjetër. Që dhe ti në politikë femra, qa bërë? Jo, e kishë për politikën, për politikën. Qa bërë femra? A ndërhynë edhe në politikë femra për ta... Ndërhynë, se gjatë jetës time me femrave, kam pas konkurente, edhe vetë... Vetëm i sekund sa ta verës në hynë shqiptovës. Të flasa për jam? Edhe femra ndërhynë politikë, kush e merë burin më pasanik, edhe janë xhelozë kur tjetra ka ministrin, generali, kanë pasur rase nga jeta ime. Jo, jetë personale, më kanë një femrat mes, edhe unë nuk kam qenë as xhelozë, po rivale kam pas edhe kam. Unë jam një njeri i thjeshtë, ata femrat i bëjnë këto punë. Femrat do të mira në botë janë shqiptare po... Shiko, në Itali ishin gjithë femrat e botës. Femrat nuk i vej më të mira shqiptare, se cila femër ka karakterin e veç. Kaq kisha. Karakteret janë të ndryshme. Dhe ty si të janë dukë, kush kanë qenë nga eksperienca me ato që ke parë, nga eksperienca, jo i kam takuar, se unë kam të thash, 16 vjeç kam fillu jetën e bukur dhe jam shumë e kënaqur. Bravo. Tash ti rivaliteti është me çdo femre dhe italianet e kanë konkurrencën. Çdo femër ka rivalitet femrën. Po. Kush është më të mira që janë Ajka? Më të mira nuk ka Ajka, leti se shplasin nuk ka Ajka. Shqiptaret nuk janë Ajka. Nuk janë? Jo, gjithë femrat janë njësoj. Nuk janë më të zjuta, më të bukura, më kështu pelivone? A i do përgjyshen ti me? Kam pas në Rom gjithë femrat e Evropës. Të gjitha isojnë. Jo isoj, po kanë dyshon karakteri, po jo si janë Ajka shqiptare, të kanë gabim shqiptare. Nuk janë më zjuta shqiptare? Jo, nuk hynë fare. Po pse në pasë më ashtru kodë, në pasë në thonë që të një... Jo, prandaj është punë, kjo puna që ka ndonë Lali mas me nuk është punë leku. është punë femrash? është punë femrash, rivalitet për meshkuj. Për meshkuj. Pritashi. Jo, është punë për lekun, talim lekun më janë. Për mu si femër, kam pasur rast që janë zi për meshkull nga xhelozia, nga rivaliteti, dhe tashi leku o sekondare për mu. Pas kemi jetu kod me Lalin. Prit, leku o sekondare në jetën e dashurisë. Kjo është punë femrash për rivalitet. Më fal. Kjo është punë dashurie, xhelozie, rivaliteti mes femrave me këto dy meshkujt, pastaj hyn leku. Një Lali, si ti go autobusi. Jo, autobus, jo se unë jam qëllon të Tiranës, unë të lojë gjimnat. Kaç kisha? Tha një tjetër që të një autobusi. Leku o sekonda parte, majmon, kush e bo dashurim për lek, nuk dit që jo jetën. Për Big Brotherin për të mbyll, goditje mos e shifni Jo, për Big Brotherin, unë nuk ose po jo ofendoj, po unë
mesh po shoh aty. Nuk e pranon. Aty është bordello prostitucion, se në Itali i pasër në Itali bordello dhe A mund ta qymë se pia më famshme publike? Jo, më fal, kam një kritik. Më le të flas. Jepi. Prostitucione, bordello që të bërë seks, më le të asharoj mirë për seksin, mes publikut quhesh prostitut. Dhe ato po bëjmë prostitucion me zhjith publikin të keni qiktur. Kjo është. Mirë Lali, përshëndes, ke bo analizë geopolitike, psikologjike, fantoshkencore. Kjo është e mon. Gjitha prisme. Ku ta shohim? Te kanali Pisk. Po nuk e di çka kanali Pisk. Në YouTube, Pisk. Aha, vetëm ajo jep. Aty po hyre aty ajo. Çdo gjë që të kesh më pyet mua se unë i di. E di Lali, e di ti rrofsh, faleminderit. Se ke idenë sa njerëz kanë gjetë zgjidhje nga fjalët që keni thënë ju. Po. Reali se ke dalë disa herë këtu. Po, kam dalë te ty dhe këto që them unë janë reale. Janë vërtetat. Njerëzit sot ne jetojmë gjëra që nuk kanë proporcion me ato të vërteta. Kishim mendime të ndryshme, është kjo që them unë. Më hape syt. Po. Përshëndes. Por çdo gjë më pyet mua se dal nga herë. S'bëhet fjalë, vetëm kur ti mbledhesh. Tjetër. Mirë. Hajde, rojë. Të përshëndes.